Pse ndodhin katastrofat? Kjo është pyetja e madhe. Dhe sot do të shohim një teori mjaft rënditëse që thotë se disa prej tyre nuk janë thjesht të mundshme, por absolutisht të pashmangshme. Po, e dëgjuat mirë, e pashmangshme. Kjo është një ide që do të ndryshojë plotësisht mënyrën se si i shohim dështimet në sistemet më komplekse dhe të rrezikshme që kemi ndërtuar. Mirë, për të kuptuar këtë ide, duhet të kthehemi pas në kohë, konkretisht në mars të vitit 1979 në Pensilvani. Aty ndodhi aksidenti më i rëndësishëm në historinë e industrisë së energjisë bërthamore amerikane. Dhe ja ku fillon kaosi. Çdo gjë ndodh brenda pak minutash. Një dështim i vogël teknik, pastaj një tjetër. Valvula e sigurisë duhej të mbyllej, por nuk u mbyll. Pjesa më e keqe, një dritë e vogël në panelin e kontrollit u thoshte operatorëve se gjithçka ishte në rregull. Imagjinoni konfuzionin. Alarmet po binin, por drita thoshte mos u shqetësoni. Ndërkohë, lëngu ftohësjetik po rrjedhte pa ndalur, duke e çuar reaktorin drejt shkrirjes. E pra, pas gjithë kësaj, pyetja që ishte në mendjen e të gjithëve ishte thjesht: kush e kishte fajin? Dikush duhet ishte përgjegjës, apo jo? E dini si është, kur diçka shkon të mersisht keq, gjëja më e lehtë është të gjesh një fajtor. Dhe zakonisht gishti drejtohet te njerëzit, operatorët, pilotët, ata që ishin aty në momentin e fundit. Kjo është gjithmonë përgjigjja më e lehtë. Dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Raportet zyrtare, mediat, të gjithu fokusohen tek një gjë: gabimi njerëzor. Ata thanë se operatorët nuk vepruan siç duhej, vëmendja u përqendrua gjitha tek ata. Por, a ishte vërtet kaq i thjeshtë? Jo, as pak. Kur gërmuan më thellë, kuptuan se të fajsosh vetëm operatorët ishte si të shihje vetëm një pjesë të vogël të figurës së madhe. Ky nuk ishte një gabim i vetëm, ishte një stuhi e vërtet e çdo gjëje që mund të shkonte keq, duke ndodhur në të njëjtën kohë. Dhe pikërisht këtu në skenë hyn një personazh i papritur, një sociolog me emrin Charles Perrow. Ai e pa këtë situatë dhe bëri një pyetje radikale. Po sikur i gjithë sistemit ishte ndërtuar për të dështuar, po sikur ky aksident ishte i pashmangshëm. Kjo na sill në zemër të teorisë së tij. Perrow tha se në sisteme të caktuara, si centralet bërthamore, aksidentet e mëdha nuk janë thjesht një mundësi. Ato janë një normalitet i integruar në sistem. Nuk është çështja nëse do të ndodhin, por kur. Një ide vërtet e frikshme, po jo? Sipas Perrow, janë dy karakteristika kryesore që e bëjnë një sistem të prirur ndaj këtyre aksidenteve normale. Dhe këta janë dy përbërësit e recetës për katastrofë: kompleksiteti interaktiv dhe lidhja e ngushtë. Le t'i shpjegojmë me radhë. Okej, le të fillojmë me të parin. Kompleksiteti interaktiv. Mendoni për një linjë montimi të thjeshtë. Nëse një pjesë prishet, e di saktësisht çfarë ndodh më pas. Është lineare. Por në 3 Mile Island, situata ishte krejt ndryshe. Operatorët kishin përballë një sistem ku pjesët ndërvepronin në mënyra që askush nuk i kishte parashikuar. Një dështim i vogël shkaktoi një ortek efektesh të paparashikueshme. Përbërësi i dytë është lidhja e ngushtë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se gjithçka është e lidhur aq fort me njëra tjetrën sa nuk ka kohë për të reaguar, nuk ka hapësirë për gabime. Një problem i vogël në një pjesë të sistemit përhapet menjëherë kudo, si një efekt domino që nuk mund ta ndalosh. E di, këto dy koncepte, kompleksiteti interaktiv dhe lidhja e ngushtë, mund të duken pak abstrakte. Por Perrow përdori një shembull genial nga jeta e përditshme për t'i bërë të kuptueshme. Imagjinoni këtë skenar. Një ibrik kafeje që prishet. Okej, një problem i vogël. Pastaj, me nxitim e sipër, mbyll çelësat brenda makinës. Problem tjetër, por ja ku fillon zinxhiri. Çelësi rezerv, ja ke dhënë një shoku. Makina e fqinjit nuk ndizet. Autobusi, shoferët janë në grev. Taksi, e pamundur të gjesh një për shkak të grevës. Shikoni, dështimet e vogla të palidhura me njëra tjetrën në sisteme krejt të ndryshme kombinohen për të krijuar një dështim të madh, humbjen e intervistës së punës. Dhe kjo është pika kyçe. Nuk ishte faji i ibrikut të kafes, nuk ishte faji i çeluzave. Dështimi ishte u programuar në vetë kompleksitetin e jetës moderne, ku gjëra që duken pa lidhje, papritur bëhen fatalisht të lidhura. Kjo teori e Perrowit pati një ndikim të jashtëzakonshëm, shumë më gjerë se vetëm centralet bërthamore. Ajo ndryshoi rrënjësisht mënyrën se si mendojmë për parandalimin e katastrofave. Fokusi u zhvendos nga kërkimi i një fajtori te analiza e sistemit. Kjo ishte një kthes e madhe. Në vend që të pyestim kush bëri gabim, filluam të pyestim çfarë në sistem lejoi që ky gabim të ndodhte.
Nuk kërkoni më mollën e kalbur, por pyesnim pse arka po i kalbte mollat. Dhe kjo mënyrë të menduari nuk u ndal këtu. Një psikolog, me emrin James Reason, e mori punën e Perojt dhe e çoi një hap më tej, duke krijuar një model vizual shumë të fuqishëm për të menaxhuar rrezikur. Dhe ja ku kemi modelin e djathit zvicran. Imagjinoni që mbrojtjet tona kundër dështimeve janë si disa feta djathi zvicran të vendosura njëra pas tjetrës. Çdo fet ka vrima, këto janë dobësitë e pashmangshme në çdo sistem. Normalisht, një gabim që kalon vrimën e parë ndalet nga feta tjetër. Por, katastrofa ndodh në atë momentin e rrallë fatkeq kur të gjitha vrimat rreshtohen në një vit të drejtë. Kështu që kjo na lë me një pyetje për të reflektuar. Duke parë botën tonë super të ndërlidhur sot, nga tregjet financiare të rrjetet sociale, ku fshihen këto rreziqe? Ku janë vrimat në fetat tona të djathit zvicran që po presin të rreshtohen? Të kuptosh këtë teori nuk është thjesht një ushtrim akademik, është një mënyrë për të parë brishtësinë e fshehur në botën komplekse që na rrethon çdo ditë.